Alba Story prezanton. Jam 52 vjeçe dhe kam disa vite që jetoj vetëm. Vajza ime ka mbaruar shkollën, është në punën e saj dhe ka jetën e vet. E shtëpia ime është me 2 kate, është e madhe, e ka shumë hapësirë. Me kalimin e viteve, katin e dytë e kisha kthyer në një lloj magazine. Kisha mbushur një dhomë të tërë me kuti, me rrobat e vjetra e me mobilje që nuk i përdorja më. Albume fotografish e lloj rraqesh që njeriu i mban me mendimin se ndoshta hyn në punë një ditë. Tani, në prag të verës, vendosa ta pastroja atë kat. Doja t'i hidhja të gjitha ato vjetërsira dhe ta bëja një dhomë të pastër ndenjeje. Por ishte një punë që nuk e bëja dot e vetme. Arkat ishin të rënda dhe kishte një divan të vjetër që nuk e lëvizja dot as nga vendi. Një pasdite dola për kafe me një shoqen time të vjetër. Jemi rritur bashk dhe i kemi shtëpit shumë pranë njëra tjetrës. E ndërkohë që po flisnim, unë po i ankohesha për atë dhomën. I thash që kisha ngecur dhe nuk dija as nga t'ja filloja. E ajo ma preu muhabetin direkt. Mos e vrit fare mendjen, me tha ajo. Nuk ke as pse paguan njerëz për atë punë. Ta dërgoj djalin tim nesër dhe rregulloni bashk. Djali i saj është 32 vjeç. E unë mbaj mend që kur ishte më i ri e kur luante në për rrugicat e lagjes. Por vitet e fundit nuk e kisha par aq shumë shpesh, sepse ai punon gjithë ditën, ka një dyqan të tijin me pjesë këmbimi dhe vetëm në për rast e festash nëse jemi shkëmbyer. I tha shoqes ime që nuk kishte nevojë ta shqetësonte, por ajo nguli këmbë. E lam që do të vinte të nesërmen nga ora 10 e mëngjesit. E unë të nesërmen u zgjova më ndryshe se herëve të tjera. Kisha edhe pak siklet. Kam veshur rrobat më të bukura që kisha. Ca rroba që nuk e di si ta them, por që me paraqiteshin pak më të re. Kam veshur pantallona të ngushta, sepse kur e mbaj veten që e mbaj, përse mos të ekspozoj edhe format e mia. E kështu hapa dritare të shtëpisë, bëra gati një kafe për vete dhe po rria duke pritur. Aty nga ora 10 ra zilja e derës. E dija që ishte ai dhe dola e hapa. Ai ishte bërë një burr i vërtet. Është një burr i gjatë dhe shumë i bukur. Mos qofsha, i thash, pas ka ardhur në orar. Shti bëjnë në stende, sepse unë i thash që mos të shqetësonte. Jam shumë i saktë, tha, kur e lë fjalen nuk vënohem on, me tha ai dhe qeshi. Ku a ke atë dhomen që të ka qitur gjithë këtë punë, me pyeti ai. Eftova brenda, ja bëra edhe ti një kafe dhe ulem të bëni muhabet rreth punës e tij, e pastaj unë gjitem lart. Sapo ai e pa dhomen, e vuri dorën e kokë. Po ti, s'pas ke lënë gjë pa bler muj grua, më tha ai. Ku i ke gjetur gjithë këto kuti? Mos fol shumë, i thash, po fillon nga puna dhe qesha. Këto kutit e vogla
do t'i nxjerrim jashtë, i tregova atij, kurse atë divanin atje në fond do ta shtym e do ta vendosim këtu tek dritarja. Ai hoqi bluzën e sipërme të tutave, e mbeti vetëm me një fanelle të hollë e filloi nga puna. Duke punuar, filloi edhe që të djersinte, dhe ajo majica e hollë i ishte ngjitur pas trupit. Ai punonte shumë, kapte nga 2 kuti një herësh dhe i nxirrte në korridor. Unë fshija pluhurin aty ku lirohej vendi dhe ndaja rrobat që do të hidheshin nga ato që do të mbaheshin. Punuam kështu pa e ndalur për një 2 orë, derisa dhoma u mbush plot me pluhur. E ai fliste goxha shumë, ishte shumë i lirshëm në muhabet. Me fliste krejt normalisht, bënte shaka dhe nuk e kishte atë sikletin sikur po fliste me shoqen e nënës, por sikur po fliste me shoqen e vet. Teksa lëviznim një dollap të vogël, atij shkoi syri tek disa reviste të vjetra dhe një kuti me fotografi që ishte pak a pak. E la dollapin e ula aty afër kutive dhe mori një fotografi në dorë. Mos me thuaj që kjo je ti, me tha ai. Unë lash leckën e pluhurave dhe u ofrova. Ishte një fotografi e imja kur isha rreth 20 vjeçe, me flokë të gjata dhe kisha veshur një fustan të shkurt vere. Unë jam, i thash, kam qenë në një dasëm atëherë. Ai shikoi foton e pastaj ktheu kokën nga unë, me shikoi nga gishtat e këmbëve deri te koka dhe më tha: "Pa rrotullohu një herë." E unë u rrotullova që ai të më shihte. "Nuk ke ndryshuar shumë, je alamet cope," më tha ai. "I ka ndej mos u tall," ja ktheva unë. "Ka qenë njëri tjetër atëherë, por tani me kaluan vitet." "S'po tallem," tha, "thjesht po them atë që shoh. Sa gratë e moshës ime që njohun nuk e kanë as gjysmën e bukurisë e as gjysmën e formave të tua. Me të vërtet që je alamet cope." Mua me erdhi disi ngusht nga ai komplimenti drejt për drejt, e nuk e prisja të me fliste ashtu. "Lëri këto fjalë tani dhe kapa dollapin se kemi akoma punë," i thash unë e i ktheva shpinen për të rregulluar disa rroba tek një qese. Ai vuri buzën e gaz, la fotografinë në kuti dhe vazhdoi punën. Por pas atij momenti, muhabeti ndryshoi tërësisht. Ai filloi të më bënte pyetje edhe personale. "Po mirë," më tha, "pse rri vetëm ti? Përse nuk je martuar prap? Ose të paktën të gjeje ndonjë të dashur?" "Unë nuk kam nevojë për askënd," i thash. "Jam rehat kështu, kam shtëpinë time, kam jetën time." "Njeriu gjithmonë ka nevojë për dikë," kem nguli ai. "Nuk jetohet gjithë jetën këtu vetëm në shtëpi." "E di," i thash, "po ç'të bëj, kur s'kam gjetur tër këto vite askënd." "Ndoshta nuk e kërkuar aq sa duhet," më tha ai. E unë nuk i ktheva përgjigje. E kuptova që po me provokonte me fjalë. Bëra sikur nuk i kushtova rëndësi. E ndërkohë, po bëhej mesditë dhe dhoma pothuajse ishte pastruar. E vetmja gjë që kishte mbetur ishte ai divan i vjetër e i rënd dhe na duhet ta zhvendosnim. "Kapen nga ajo anë," i thash atij, "ta shtym deri tek dritarja." Ai doli nga ana tjetër e divanit dhe e shty me forcë derisa ngjeshëm pas murit. E kur e vum në vend, ishim të dy aq të lodhur dhe plot pluhur.
Unë hapa krahet dhe ula fiksa aty tek divani për të marrë pak frym. E ai bëri të njëjtën gjë. U ul në divan bashkë me mua. Për një moment u bë shumë qetësi në dhomë. Të lodha pak sot, i thash unë për të thyer qetësinë. Të kam marrë shpirtin me këto kuti. E tha, nuk lodhem unë as lehtë. Pastaj, për ty bëj përjashtim. Lodhem edhe me shumë për t'jetë nevoja. Mirë pra, i thash unë, e u bëra gati të ngrihesha. Shkolla i duar tek banjoja, se do të shtroj dreken. Kam bërë sa gjërat e mira për ty, i thash atij. Unë po qohesha nga divani, por ai nuk lëvizi fare. Nuk dua drek, më thaj. Po çfarë do? E pyeta, duke qëndruar në këmbë përballë tij. Se kam dërmend të lë të ikesh pa ngrënë nga shtëpia ime pas gjithë kësaj pune që bëre për mua, i thash. Se kam fare mendje të dreka, më thaj sërish. Po fol, i thash, ku a ke? Ja ktheva unë, duke munduar të mbaja akoma atë rolin e një njeriu me të rritur që nuk kupton. Që sot në mëngjes, mendin e kam vetëm tek ti, më thaj. Ato fjalë ishin shumë të drejtë për drejta dhe nuk kisha nga t'i rrotulloja më. Mos i hyr ati muhabeti me mua, i thash atij. Unë jam shoqa nënës sende, mos flit broçkulla. Sikur të ishin broçkulla, më thaj, por ja që nuk janë, e kam me të vërtet. Më thaj, e sa po e tha këtë, ajo ngrin nga divani, e erdhi e u ofrua pranë meje. Instiktivisht zgjata dorën që ta mbaja larg, por ai ma kapi dorën dhe e kaloi pas qafes ime, e nuk me tha asnjë fjalë tjetër. Me tërhoqje fort drejt vetës e me puthin e buzë. Me puthi aq ëmbël e aq mirë, sa që patjetër me duhet ta puthja dhe unë, dhe filluam që të putheshim. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.